Gjergj Bojaxhi kryeson listën e kandidatëve për kryetar bashkie të kryeqytetit në fletën e votimit të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. I dyti në listë është kandidati ambientalist Sazan Guri, ndërsa i treti është kandidati i opozitës Halim Kosova. Në vendin e 6 është renditur kandidati i mazhorancës Erion Veliaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së martë hodhi shortin për renditjen e kandidatëve në fletën e votimit për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në 9 bashki. Sipas shortit, kreu aktual i bashkisë së Durrësit Van Gjyżdako renditet i pari në listë përballë kandidates së Diat Grida Duma. Në bashkinë e Elbasanit, kandidati i majt Qazim Sejdini do të mbajë numrin 1 në fletë votim, ndërsa rivali i tij Ardian Turku numrin 2. Në bashkinë e Fierit, kandidati i opozitës Enkelejt Alibeja renditet i pari, i dyti renditet kandidati i majt Armando Subashi, ndërsa numrin 3 në fletë votim do ta mbajë kandidati i PSD-s Albert Çaçi. Shorti në bashkinë e Shkodrës përcaktoi të pari në fletë votim kandidatin e pavarur Vullnet Elbasani. Kandidatja e majt Keti Bashdari do të mbajë numrin 2, ndërsa e treta renditet kandidatja e Partisë Demokratike Voltana Ademi. Për bashkinë Kamës i pari në fletën e votimit është renditur sipas shortit kandidati i mazhorancës Safet Gjici, ndërsa i dyti në listën e fletës së votimit renditet Xhelal Mziu.